nevoja e bashkëpunimit, nevoja e bashkimit, tashmë vendoset në një terren krejt të ndryshëm. Pasi bëhet fjalë për një bashkim të lirë vullnetar, të fermerëve, me qëllimin e përbashkët për të maksimalizuar rendimentet, për të maksimalizuar përfitimin, për të ulur kostot dhe për të rritur konkurrueshmërinë. Kjo është deviza e re, ndryshe nga modeli i mëparshëm i kooperativave, ku pronarët e tokave bujqësore hoqën dorë nga prodhuesia me tokën dhe përjedhoi kemi situatën ku krijuan këto bashkime të imponuara, të sforcuara, të ish zotrusëve të tokave bujqësore. Tashmë kemi një situatë krejt tjetër, bëhet fjalë për një bashkim vullnetar, për një bashkim të lirë, ku në këtë bashkim fermerët mbeten në mënyrë të patundur pronar mbi të drejtat që jep ligji 7501 apo statusi tjetër i pronësisë mbi tokën, pronar të ngasave që ata zotrojnë. Por, në emër të maksimalizimit të rritjes prodhimtarisë, të rritjes konkurrencës, bashkohen drejt një qëllimi të përbashkët unik, duke vënë në dispozicion në kuptimin e aksionerëve të mirëfillt, si përfaqësit e tokave, mjetet e punës, për të rritur prodhimin, për të rritur konkurrueshmërinë dhe për të ulur kostot.